Revolucioni i Flamingove na zbuloi një mazhorancë strucash. Mendoni se keni zhytur kokën në rër dhe nuk e kuptoni që zullumi është shumë i madh dhe duket qartësisht. E pa Parlamenti Evropian, e votoi Parlamenti Evropian, atë që në fakt është kërkesa e gjithë protestuesve, ato që kanë qenë në fakt kërkesat e opozitës shqiptare dhe lufta e opozitës shqiptare. Nuk e kuptoj ku e gjetët atë entuziazmin për të publikuar përshëndetje për Parlamentin Evropian, ndërkohë që Parlamenti Evropian kishte dhënë 300 detyra për ju, kishte vendosur shfuqizimin e ligjit 21/2024, kishte vendosur heqjen e ligjit të investimeve strategjike, kishte kërkuar moratorium për zonën Vjos-Nart dhe ju e përshëndesni. Po shumë mirë atëre. Nëse e përshëndesni, hajde i fusim në rendite, hajde i diskutojmë në komisione. Taulant Balla ka thënë këtu seancën e kaluar, ne do t'i votojmë kundra projekt ligjet tuaja, në ligjërat të drejtë. Projekt ligjet tona janë projekt ligjet që kërkon Parlamenti Evropian. Do t'i votosh kundra? Për çfarë përshëndet atëherë? Në qoftë se do t'i votosh kundra, mos e përshëndet. Thuaj distancohem nga Parlamenti Evropian, ne do të vazhdojmë, do të ndërtojmë zonat e mbrojtura, ne nuk pyesim për juve fare, ne do të vazhdojmë me ligjin 21/2024 dhe mos e përshëndet. Qa po përshëndet? Kujt po i hedh hi syve? Se kjo nuk ka kuptim që bëni ju. Ky parlament duhet kthehet në funksion të interesit publik, në funksion të kërkesave të Parlamentit Evropian, si një standard rreth rrugës të Bashkimit Evropian, po mbi të gjitha për t'i shërbyer mirëqenies vendit, për ta mbrojtur trashëgiminë kulturore, për t'i mbrojtur zonat e mbrojtura. Dizinformoni 1, 2, 3 zyrtar atje dhe mendoni se u bë deti kos e të marrim nga i lugë të gjithë e ta trajtojmë Shqipërinë si një tas për të ngrënë mazhoranca dhe për të fryrë nga paratë e shqiptarëve dhe nga prona publike e shqiptarëve. Jo, nuk u bë deti kos, janë shqiptarët atje, është opozita që i përfaqëson këtu, që do të vazhdoj çdo ditë të kërkoj të plotësohet interesi publik, të plotësohen kërkesat e Parlamentit Evropian, të votohen ligjet që kemi kërkuar ne. Ka 35 ditë sot ligji për shfuqizimin e ligjit 21/2024 që flën kuvend. Nëse e përshëndet, ki kurajo, ndryshoj rendin e ditës dhe ta kthejmë atë në rendite, rezolutën e Parlamentit Evropian. Faleminderit.